dhe lojrat vetëm në favor të tina. Mirë, zë Alimi, ndjekemi tjetër insert dhe më pas rikthehemi së bashku. Kryetari i Kuvendit të Malit të Zi, Andria Mandić, ka reaguar pas votës së dhënë nga Ministri i Punëve të Jashtme Ervin Ibrahimović për përfshirjen e aplikimit të Kosovës në agjendën e Komitetit Ministrave të Këshillit të Evropës, duke cilësuar shkelje të parimeve të funksionimit të qeverisë dhe marrëveshjes së koalicionit qeverisës. Duke votuar në mënyrë të ngjashme në Këshillin e Evropës pas një konsultimi me partnerët, veçanërisht pa një vendim të qeverisë, ministri i Jashtëm ka sfiduar drejt për drejt marrëveshjen tonë dhe marrëveshjen e dhe ka rrezikuar marrëdhëniet e fqinjësisë mirë me Serbinë, ka deklaruar Mandić. Kujtojmë se Kosova ka mbetur jashtë agjendës së Komitetit Ministrave, i cili këtë javë ka zhvilluar sesion vjetor në Luksemburg, përkundërsa Asamblea Parlamentare ka dhënë opinion pozitiv për aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Mirë, Zudelimi, a përbën vota e ministrit Ervin Ibrahimović një shkelje të marrëveshjes pranë së koalicionit qeverisës në Malë të Zi, apo është edhe një akt prej politikës së jashtme të pavarur në përputhje me orientimin europian të vendit? Unë besoj që kjo është më mirë e fundit, e dyta se thonë se jo ajo, të besoj që të gjithë ato kalkulimet të tyre politike besoj që kanë në marrëveshje, po ajo është zoti Andria Mandić që dimë është nga vjen dhe cilës kra i takon dhe kujna i një mëna të teme popullo, po si të shtetë, unë besoj që ka vepruar mirë dhe tash këtë vota për Këshillin e Evropës është mirë se arën nga Mali i Zi dhe si të shtetë, po e dim ato politikat e Mali i Zi ekskluzive të zotit Mandić, po si të shtetë na nuk do të merra me Mandić që na e kemë do të sigurojmë vota tjera që Kosova të në Këshillin e Evropës dhe mos merru me individ. Ata i kanë marrëveshje të tyre politike dhe nuk do të lejo dhe Mali i Zi dhe gjithë 6 vende perëndimore apo midisore siç e kemi quajtur të rrezikshëm, ose që kanë vetëm në struktura Bashkimit Evropian dhe NATO dhe anësit nga Rusia dhe nga Lindja, po janë politikat e tyre dhe besoj vetëm t'ia vërçefin dhe as diçka konkrete, besoj ato janë të izoluar dhe as pak nuk do të merren seriozisht nga ato interpretimet e zotit Mandić. E qartë, për zoti Alimi, përpos kësaj, si mund të ndikojnë ndërkaq pra kjo përplasje brenda qeverisë së Malit të Zi në stabilitetin e koalicionit aktual dhe në rrugëtimin euroatlantik të vendit? Po nuk mund të ketë ndonjë përplasje se ajo është përgjithësi çdo individuale, edhe çdo ministri është portofoli i tij dhe është llogaridhënie. Besoj që edhe qeveria e Malit të Zi është pa marrëveshje shumë të mirë me Republikën Kosovë dhe ka marrëdhënie e tij shumë mirë në kohën se zotit ka mjaft Kosovë që kalojnë andena i kryen pushime dhe kanë marrëveshje edhe për lëvizjen e veturave dhe paguajnë ekstra siç kanë paguar ato miliona të euro në asetas dhe besoj ajo marrëveshje do zbatohet dhe nuk do të ketë hartëmbetje vetëm kjo vot, po ajo më shumë i takon politikës së shtetës në mëdhë dhe zoti Mandić mundohet të krijojë ndonjë përçarje vetëm për kalkulimet e tij dhe mund të ketë ndonjë kritike për atë ministrin që ka ja votën për në Këshillin e Evropës dhe asë se mund të ketë një lëkundje për këtë koalicion në qeverinë e Malit të Zi. Zoti Alimi, mund na shpjegoni se çfarë pasojë është afat shkurtre dhe afat gjata pra mund të ketë ky veprim në marrëdhëniet mes Malit të Zi dhe Serbisë, por sidomos duke pasur këtu parasysh pra që Serbia ndikimin e forcës pra në disa parti qeverisë. Po ne nuk mund të përzim punë të Malit të Zi në Serbisë, ato mund të ketë kinse thojza të vrejtje të Malit të Zi jep që ka ja votën në Këshillin e Evropës, besoj mund të ketë kalkulime politike, interesa transitat dhe asisti në prishjen marrëdhënie nervi që kanë pasë edhe ato prishje të marrëdhënie mes shtetit të Serbisë dhe shtetit Malit të Zi që është nga njësia e elitare gjandarmerisë serbe që ka shkuar për të marrë pengë ish presidentin Milo Đukanović dhe ata arrestuar në shtetin Malit të Zi dhe nuk kanë marrëdhënie të kryer dhe tash rregullimi i tyre dhe kjo është një lloj alibie që mund të ketë kise të prishin raporte për Këshillin e Evropës, jo ato janë vetë politika javore dhe nuk të ketë diçka serioze në atë rrymë. A është mbështetje për Kosovën, zoti Alimi, pra në organizatën ndërkombëtare një test i shëndrueshmërisë demokratike dhe pavarësisë institucionale në vendet e Ballkanit? Unë nuk besoj, nuk duhet të shkojmë në teste apo në lloj
kalkulim politike, besoj që Kosova dhe Malizi ka marrëdhënie shumë të mira të dyre të mirë dhe sido që tjetë unë besoj që edhe Malizi dhe Kosova nuk do të merre me individ, po do të kanë do t'i njegë rrugët e Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe asë se të merren me personalitet të si shumë pa marrë parasysh që është në qeveri dhe i takon shumicës të Malit të zi atje, po besoj që edhe në të marrë mesazhe të qarta nga Bashkimi Evropian dhe Amerikanët se edhe Mali zi ka rrugën e NATO dhe Bashkimit Evropian dhe asë se mund të ketë rrugë tjetër në Rusi apo në lindje, si do që tjetër, to janë vetëm sot që bëj qenë Shërbeze Aleksandr Vučić dhe asë se mund të ketë diçka serioze në këtë rrugtim, sa i përket përfshirjen e marrëdhënieve të zi dhe Republikës së Kosovës.